Atëherë të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur qytetarë, faleminderit shumë përfaqësues mediave për prezencën e juaj sot këtu. Jam në këtë konferencë bashkë me ministrin Andin Hoti, ministrit nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shërimtare, dhe më lejoni që të filloj i pari me lejen e Andinit. Java e kalume për shëndetësinë solli disa lajme të mira, duke filluar nga rasti i parë i konfirmuar i shtatzanis me procedurën e frytnimit të asistuar mjekësor në klinikën tonë të ginekologjisë, një hap i vogël, por një ndërmarrje e madhe disa vjeçare tashmë nga Ministria e Shëndetësisë, e sidomos nga profesionistët shëndetësor në klinikën e ginekologjisë, dhe tani më në fund ky shërbim përveç që ka filluar të jepet më herët për çiftet dhe gratë tona, kemi një rast të konfirmuar që është një lajm i mirë për të gjithë qytetarët, të cilët për shumë vite me radhë kanë shpenzuar mijëra euro në këto procedura jashtë institucioneve publike. Po ashtu patëm rastin të shohim se një investim të jashtëzakonshëm në institutet paraklinike, duke filluar nga Instituti i Patologjisë, gjë që do të dërgojnë një nivel tjetër të diagnostikimit sa i përket procedurave histopatologjike, sidomos procedurat e diagnostikimit sa i përket target terapisë në pjesën onkologjike, që do ndihmoj shumë në shërimin e pacientëve nga kanceri, po në anën tjetër do të kursej shumë edhe për buxhetin e shtetit, edhe për buxhetin e qytetarëve, në raport me terapinë, sepse tani do të kemi mundësi pas një kohe të shkurtër të bëjmë edhe analiza të tilla molekulare duke bërë target terapi në mënyrë që secili bari që ka ndikim në smundjet të caktuara të jepet dhe mos të shkohet me barna të cilat nuk kanë ndikim. Po ashtu një lajm tjetër i mirë ishte se pas disa viteve sfidave, të lasheve ligjore dhe logjistike, të lasheve teknike, ndërtimore e çka jo tjetër, pas të kalimit të gjithë kësaj situate, u nënshkrua kontrata për spitalin e Ferizajt, dhe brenda 30 muajsh qytetarët e Ferizajt do bëhen me spitalin e shumë pritur tashmë, një spital modern me të gjitha kushtet në vlerë prej 24 milion euro, një spital i cili do t'i ofrojë të gjithë banorëve të atij regioni, po përfshirë edhe komunat përreth, siç janë Kaçaniku, Hani e Lezit dhe jo vetëm, trajtime, shërbime shumë cilësore, ndoshta edhe më cilësore kur të përfundoj në vend në Republikën e Kosovës. Dhe po ashtu, sot siç ishi dëshmitar, kishëm edhe dy vendime të rëndësishme që u morën në qeverinë e Republikës Kosovës me kërkesë nga Ministria e Shëndetësisë, njëri për financimin e 55 specializantëve të cilët vinë nga kategoria me vetfinancim, dhe tjetri për 37 specializantët nga trevat siç janë Lugina e Preshevës, nga Malizi, nga Maqedonia e Veriut dhe nga Shqipëria, specializantë të cilët tashmë kemi dëshmuar si qeveri se trajtohen njësoj sikur kolegët e tyre në Republikën e Kosovës, dhe një hap tjetër po ashtu i rëndësishëm, sepse me këtë përveç që ndihmohet në aspektin financiar këtyre specializantëve, ju ndihmohet që të kenë fokus më të mirë në shkollimin e tyre specialistik, në edukimin e tyre të vazhdueshëm profesional, në mënyrë që qytetarët nga viset ku këta kolegë tanë vinë, të kenë mundësi në të ardhmen të marrin shërbime cilësore për të gjitha patologjit, dhe kjo natyrisht është një lajm i mirë, pasi që në shumë raste kur kemi biseduar me bashkëdhetarët tonë atje, me bashkombasit tonë atje, një nga shqetësimet kryesore ka qenë ofrimi i shërbimeve shëndetësore të mira dhe korrekte. Kështu që besoj shumë që këto lajme të mira shumë shpejt do të vazhdojnë
shëndetësi, janë edhe shumë shërbime që për herë të parë kanë filluar dhe në javët e në muajt në vazhdim edhe shumë shërbime tjera të cilat po ngrisin shëndetësinë kosovare në nivelet të tilla që krahasohet edhe me shëndetësi tjera moderne. Ju faleminderit shumë e ja kaloj fjalën Andin Hotit, ministrit nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerë.